Se erdhët knatësi shumë e veçantë me ju pas në një intervistë të dyve bashkë. Faleminderit shumë, së është hera para, bë me aboni pyetje kështu, pse po keni qef me na thirë qift? Në fakt, në këtë emision veror, ajo se çfarë kemi vlerësuar dhe kemi menduar se do të ishte ideale në një bisedë verore, të kemi një raport. Qoftë ajo qef, qoftë koleg, shoqe, mik, çka do. A dhe pse të pyta se pak hajgare, po, ma ti se ko marrë në emisione. Edhe shpesh po në vetë. Gru, kur po shkojnë, a bedikon bashkë, pra. Kështu që janë që ndodhë. Faleminderit nderim. Shumë knatësi që t'ju kemi sonte në studio, një prej atyre qifteve që publiku i njeh mirë, sepse Monika ka qenë e hapur për të folë për raportin e saj me bashortin, por edhe për raportet në përgjithësi me familjen, me babain, edhe me shoqërinë. Qysh ka lind edhe qysh po zhvillohet historia juaj e dashurisë, se pavarësisht që jeni të martuar, jeni prind, ju jetoni mbi gjitha një histori dashurie. Kena kalcu pak si shpesh, po është interesante edhe në qofë se përsëritet. Une jom shku me punu faktikisht në Zvicër, me këndu, me mësu populloren. Kjo puni ka 11 vjetë burë, a 12, se ti e i mirë me vite. Afer 12 vjetë, se gjithmonë ka qef mirit vitet. Dhe jemi taku në fillim, do me thonë, si kum shku në Zvicër me atë stresin që vetë jam, ishte frikë, adin, kum pas këgja stres edhe një farë vujtje interesante, më doke që shkova me jeton gurbet. Po edhe njerës pa një oftore krejt, këto e kom taku qysh në fillimën e, edhe kemi qenë shok. Edhe për një me më ka përkra, si njeri, edhe jemi njoftu pahiri në një diskotek, unë kam qenë duke këndu aty, edhe këto e shotu hi në atë diskotek, dhe ma në fund ju thëmë kolegeve të mija, ma në fund erdhë në i barë, apo këptan. I huj. Edhe me dova që është i huj, faktikisht Zvicran, thash, që ka përryp në diskotekat tona që janë atje në Zvicër. Edhe veç kur mu kanë këthy ato krejt, jo, me i pi gostivari, thash, e kur se araj, thash, po, ani, okej, në regu. Edhe shës që bën zef, edhe, sot asoj dite është shumë mishiretshëm, valzan, ka qef. Edhe... E du. Po, e dan. Edhe e përshëndetshin, tash, apo kupton Ilber Gostivari, ky zhag për tokën valle. A besoni se ishte rastësia? Po. Apo disa njerëz janë destinuar të takohen? Unë mendoj që fati shkruhet, që me të leon mas një me folë dhe ty burë, unë mendoj që fatin pa djava njerëz mundohen me imshu murit me kokë, sepse fati është i shkruar. Edhe bashkë që ato që se pret hisë, ta qënë zoti. Do me thonë, une kom jetur Maqedoni, du Maqedoni, edu Shkupin, po gjithmonë e kom pasë të me thonë në nënvedije me marë Kosovara, po kuptan. Gostivari s'ka shkomenti. Po asë një hera, po kuptan. Për që ato po thëmë ashtë e shkrume. Ylberti, a kështë njoftë ma herët Monikën si këngëtare dhe e ke njoftë edhe namin e saj si qika e boksierit dhe besa një prej këngëtareve kështu me grushta gogjatë fort, se Azizi ka kontribu me a forcu forcën fizike dhe karakterin. Si këm digju për shokve, ruju sa te i e shumë fort, e di si folim në stiva, që ta babën dhe ka bokser, po shumë s'kum bo, sa s'kum bo të gjëve, kishim. Unë mendoj se ka edhe një fjalë popullore, mendoj se çdo shtet e ka momenti dur në kohën e dur. Edhe ina njoftohen bashkë një moment ku edhe kjo u riktheheshte pas shumë vitesh pauz, njoftoi mu. Boni për veti, pa, ka vetën, se unë i kom... Qka të boni për veti, më? Deri më më kanë paragjyku, gjithmonë njerës shoqënia rrethi që apo di, kjo qika bokserit, kjo me siguri i dënë të vështirë, i dënë 8 najte, që apo di, gjithmonë i kom dasht njerës të urtë. Unë e dokëm që jam e fort, është dasht mu dokë që jam e fort, me kryu mure, po gjithmonë i kom përqy mashkujt e butë. Urtë, sjellshëm, edhe qashtu paraqit. Edhe, po, më po të thot, me derim na jemi kon shok. Është paraqitur, por nuk është? është, po normal që i ka edhe ato momentet e veta. Une... Se cili njeri ka. Po, ama me përdu me thonë që më ka bo për veti mu thjeshtësia, ajo frika që se pa të heq kështu probleme mu afru, mas ne kemi qëndru një 2-3 muj shok, kam do dhe rastë... Kur e kuptu që kjo është lidhja që duhet jetë serioza? Unë e di që qatë ditë që ka ardhë kënë Turki, kër u konë babi smutë, na ishim spital, se kom pri që vjen, ka bo befasi,
edhe... Pa jo, është mas 5-6 muj, Po, ma ama shumë. për me vendos me të marë burë, pasha zote që ajo ditë o ka. Do më thonë, të vendosemi marë, jo Ylberi ty. Po, sepse ndodhi që ashtu rasti, mu s'mu baba, unë s'kisha ndërmend as me menu, për as i ma habete ma life, sepse ishte friktim, 3-4 muj që ajo ma ishim shumë, njoftë. Qash burë? Jo, më është 7-8 muj. Qa, për shë qka, qefni, shtu vite. Jo, për që është O, të njetën kena mu kom bashkë, pa me rakë. Shpresojmë. Se ndroj që kom thonë me 700 beqarë, u pa të bojtë që kja hitë. Na jemi shok, apo kupton, në bitë gjitha jemi qift, jemi bure gru, po që aty kom vendosë kur ky ka ardhë me ndihmu mu me babën tem, me thonë. Se haroj, kur edhe babim ka thonë, masi veç une pesho që po vdes, edhe pse e kom gjallë e krejt, po ymri, tha aty sho tha, tufe ju. Edhe ky me nëzispriti dhe qka bone? Une shkova në Istanbul me taku, me në qeset e Zizi ishte, edhe Qyshe more vendimin, të kujtohet ai moment? po. Une nuk i tregova hiq se ku shkoj, edhe e di se Mrina, shkova në altë nuk ishte një restorant për para dhe shkova prej mas, kur i kalova, kjo më këshiri po i erë si në ondër. Pa mu menja që është ajkështë. Jam mbylla sit, kjo veç këtë gja kam shu dorës, kur u këthi me qështu, e ate ka qëmë tani nesërmet, ose qatë ditë nuk se, organizova mas një shokut turke, një shok i se kisha, njofshët, ma njoften një hosh, një hafëz, një hoq me 4-5 fmi hafëza, edhe ja bona surprizin shkum në spital të... Dhomë, spitalit të erdhëm. Dhomë Do më spital. thonë, jeni feju në dhomën e spitalit, faktikisht, ku ishte Një ishte qaj, Një qanë me fen. Aziz Saliu. Edhe babi aty u konë, edhe u gëzu, edhe krejt, edhe... Çfarë momenti, Alba. Kur të aroj? Veçantë. Kur të aroj? Që të ja bona mis... Edhe kur u zgjua babaj, edhe sot është nashe mirë, gjithmoni thëmë, ti ki fajë. Ja ke pa hajrin, Monika? Normal, qysh jo. Unë jam shumë e lumëtor, sepse dhe vetë jam njeri që jam pjek, gjanat një që më ka ndodhë, mu më kam pjek, edhe normal që gjithmonë e kom kërku partnerin e jetës me pas shok, bashkëpunëtor, me pas besim, me më thonë kush na njen neve e din që jemi qift interesant, nas kemi probleme ku ke, ku shkove, pse vënove, kur s'ka ndodhë që të 12 vjetë, sepse edhe njohim vetin, po edhe duke njohë vetin, e kemi njohë edhe njëri tjetër. Po më duket që juve ju kam bashku shumë momente të vështira dhe sfiduse tjetës, duke nis nga momenti kur është smu baba i Monikës. Jo, mas ne vijojnë sfidat, vijojnë. Aziz Saliu dhe më pas shumë sfidat të tjera me shëndetin dhe të tjera me radhë. Është vërtet që sfidat na bashkojnë. Sfidat e tregojnë faktikisht kush jeti. Kur të sprovon Zoti ose kur të vim vështirësit, fortunat njetë, faktikisht aty të e kupton kur kënë e ki afer, kënë e ke pas, kënë se ke pas, edhe e kupton që në vështërësi po të zgjatët një dorë, apo kupton edhe rallë sët po ndodhë, apo kupton edhe normal që ti me nëzi spret, mos me hu qatë dorë. Në këtë rast, Ylberi e ka shtrit dorën, më ka ndihmu, më ka qenë afer, mjaftan me të qenë afer, apo kupton Ndër vite Ylberia ka pas nevoj për dorën e Monikës. Qysh jo, po shijet ku jemi në Kosovë, se neve kemi spas dhe sfida tjera, larkësia, se ka jetu në Gjermani, mas ne ndodhi pandemija, se mi po, për shambull, ka 10 muj, kemi qëndru qef 6 vjetë që shtu shkoja hajde. Sa ka qenë e vështirë kjo, Monika? Shumë, për mu shumë. Po, une dhe do shta është pika ma e madhe edhe numër 1 si është respekti edhe besimi ka qenë mbi gjithë. Ne kina pas respekt edhe besim maksimum. Qenë se kina jetu shumë 4 vitet mira, ndoshta edhe 5, 3 muj, 2 muj, pandemi ka qenë 7-9 muj si na 10 pa. muj njëherë si na pa, hiq. Adin edhe në ke keq puna edhe besimi edhe respekti o konë bitë gjithë. Ylber, qysh është me qenë një djali gostivarit dhe me pas nusën këngëtare? Ju jeni tradicional, ju Unë jeni... e kisha thonë pikës pari, jam krenar, si jam dhondër Kosove, dhondër Prishtinë, dhondër i Zizit, dhe buri Monikës, edhe një buri i këngëtarës.
jam me të vërtet shumë... Cilat ishin komentet atje në Gostivar, kur ju tha që u fejova me Monika Saleun, me një këngëtare? Ja, të kallëzëm, me se preshtyre. Jo, të vërtetën, ka ma një këngëtare, ina pak ma shumë se ju mas, po para gjykime në fillim janë pa mas, s'ka kufi, s'ka gua, nuk ka frena, kështu që fillim ndoshta kanë fol para mas shpine se di, po kom dëgju fjallë se e morë. Cila është fjalla që ty t'ka lëndu, po them pak më shumë, Këngëtare. kur e ke dëgju? Këngëtare, se Zvicës në Gjermani, jashtë këngëtare, është si kuse me këndu në klub, në diskotekë, edhe para gjykimi është shumë negativ. Monika, ty atë Mendoj që kanë mbulun... përparu, po normal, aty këto normal, thashe thë magjike, nana, gjithë ditë po shëmbuën, thuti jena tu i pagu e për Jemi mëna... shoqëri paragjykuese. Po, me na gjyku, po nuk muj me thonë që shumë, sepse për familje e di që më kanë ndohë shumë, sepse e kanë njoftë Monika Saliun, si këngëtare në këtë në herit, edhe unë e di që në Gostivar kom kënu, i ka 30 vjetë kjo kur kom fillu me kënu në Gostivar, unë kom qenë për aty në këngëtareve me vlera, do me thonë. Edhe po këta prap për me vra ma shumë, veç fjalla këngëtare, po prap se prap, unë e mendoj që kur shkojna në Gostivaret të to, ma shumë që unë mund kam se ty i burë. Kanë ndryshu gjanat. Normal se tash... Sigurisht. Njeri unë du të me njoft, mas nej me... Po, familje e vërtet, është familje jo motra, jo... Unë i du shumë e dojnë. Kur kanë njoftu... Mas ne ju ka ra rosti me pon Big Brother, po kuptan. Kam mjaftu me të njoft 100%. Jo, Në gjitha ngjyrat edhe dimensionet, po unë isha duke të pyet Monik, atë mbulun me Ducate, me Saltanete, se djetë që Gostivari, Tetova... Alla, ju e dini që unë Janë të kamur. Jo, dërim, së më kanë mbullu as në are, as me Sultanet, që ka pithojna, jo. 2-3 dos ma kom qëllu, të ta që më kanë thirë, që jenë martu, për shambull, tafërmit. Edhe prapë se prapë, nusja delke me thjeshtësi, si gjithmonë që dalë, se te projekt, shtu s'kam qef. Ka rami praktiku adetet e Gostivarit? Valla qa më kanë mësu e kom bo, e kom respektu, po qa së më kanë mësu, s'kom ditë mi. E cili është një adet shumë specifik? Me dimia. Dimia t'i kena dhe na, ja na kema dete, ja kusho burë, po qka e kanë kështu zakon, shpesh qesin vallit të parën, tani të marin, të ndrojnë, qesin të katërtën, apet, marin, qesin të parën, e kanë pak ma dit, që to silje i kumpanë, për das ma pa flas, po pa ma parasysh, unë e kom një edukat kështu me t'leme, e kom një kultur, i kuptoj gjanat, edhe kur e shë që duhet mu ose duhet me ne gam, me ta e bëj për vetën te mas pari, se bëj, se ka adete, si kam ato probleme si kom pas kur, di që s'kom marrë kritika, sepse thjeshtësia është në bitë gjitha. Pa marrë parasysh, unë e jem knaqë kudo që kom shku të këta, edhe kudo që më thrasin jena një qiftë që na dojnë, jemi të shoqënushëm. Dhe kjo është Kjo ka rëndësi. Unë seriozisht nuk kam kur gjës muj me thonë keq. Po për Ilberin, si të priti Kosova? Shumë, unë tash jam shumë i kënaqur edhe jam shumë edhe falimenderues edhe krenar edhe tani në fillim kisha shumë paragjykime prej familjes teme jashtë. Shkoj ke gruaja, e la gurbetin, Tu mos ju heq paragjykimet kohë. Po dhe te atje keme kërku centa, din, po falemender edhe vetë se tashme edhe mi biznisin e ri që kene në Monikën, jom kyç shumë mirë. Puntor, kapët ku do që shka? Jom kyç shumë mirë, tash normal mas rikthimit Monikës, tash normal, kur tha kush je këtej burri Monikës, E pranoj, lajt. Ska që është ndryshe, Monika është e famshme. Ju e një prindëve të një vajze, Melodis, që tashma është rrit. Cili është raporti me vajzen, me cilën është maj lidhur? Unë e pranoj, është normal se deri 5 vjet ka konë 80%, 90% me Monikën. Me kalzum, që ajo lartësia. Po, shpesh është thot Monika, ka në fundit nuk ngon, ma shumë ngon mu, edhe shpesh edhe Monika thot, te thot tutët, nuk tutët, thot mu më thash me respekton, edhe më thonë, si thom, Melodi, ullet tu, ani babi, kjo 2 herë, 3 herë duhet me i thonë,
por me ndihmu të shtëpia. Afërsia e ka bot vetën. Edhe ajo, po mirë shumë se pelo, kur për i thot që ashtu pelo, po më pëlqenë, se do të i pas do unë hedhë, si kështu ja kom shu, unë lërë qikës të. Po, shumë. Në shu që mua e kam ato, po njëkohësisht duke e mbajt me veti, tu e marrë me veti gjithkon, faktikisht e ka marrë edhe karakterit tem, edhe fëmija blen, situata blen, qka të sheprimdin, po këto lazdrimet i ka kështu në mas. Unë jam krenare për atë qikë, kur më thot mësusja, kjo marru në klasën, kjo kujdeset kur si jam une, dhe më thonë e ka marrë që ata faktikisht për meje. Që lloj karakteri, jam shumë e kënaqur që e ka marrë për meje, po jo pse unë ja kom tregu, po e ka pa edhe te unë, po edhe unë me qëllim normal. Qysh ka qenë ajo fraza e famshme në Big Brother për Chicken? Qika në zve, ty mrina në zve, dhe bo kong. Nuk e di, unë e kom gjithë shkata. Edhe për që ato gjithmonë kur më bojnë pytje në studio dashuria e vërtet, e bile mi kesha jote, ma ka bo pytjen, për mu dashuria e vërtet është dashnia e nanës ndaj fëmijëve. Më thonë, këta së ndrojme kur gjo, është partneri jetës tem, dashuria jetës, po dashuria e vërtet është definitivisht ndjenja e nanës ndaj fëmijëve. Gjithë kjo dashuria, keni plane të tjera për një fëmijë dytë? Valla, une ju e dini që mbështet në nëzot pin komen kry. Gjithë shka, une që vjen bo 17 vite, ja lo zotit ndorë. Gjithë shka, kështu që minimumin e minimumit nuk mundona me bo diçka që nuk është e shkrume se nuk po shkan. Une jam sprovu me 2 smuje, mas ne u desh me pauzu një 5 vjet, as mos me mendu me bo fmi. Mas ne që tash jam shnosh e mirë, por po të kalzoj drejt që nuk më shkon as menja. Nuk më shkon as menja. Je plotësume me melodin. Edhe e plotësume, po edhe është ajo frika që mos rasisht mas lindjes dytë po më dodhë, edhe ma e keqja, apo kupton e... Po të thëmë, nëse Zotë ka shkru, jam njeri ma i lumë të në botë, se ja plotësoj melodis një vla, një motër. Motër do me ju. Po, mundeni me vetë Ylberin a ka qef me pas fëmi. Po uroj të kalojnë këto frikra edhe të vitë në momentin e dur, pse jo edhe një fëmijë i dytë. Për burat është problemi ma i vogël. Gruja vendos. Mirë shqipe thot. Po, seriosisht, nuk e di, jena me një moment që rrallë në ere për mendi. Jo, rrallë. Para 3 vjetë kjo ku rikëthi ndërim, e vendosi edhe një smuje si e kishte... Me qarkullim gjakut, nuk gudzesha mes, se shte diqka, po zgudzesha me provu. Edhe faktikisht që pikë që një 3 vjetë si o rikëthi as që me ndatët. E mo, jo. Besojmë ta keni shëndetin, e keni vajzën dhe gjithë shka të ecë mbare mirë Po si qysh duhet. ka ndodhë, vjerën e parë pa plan, gjithçka, mundet me ndodhë edhe tash, apo kupton pa plan. Kështu që nëse është e shkrume, vjen edhe fëmiju i dytë, po une nuk e kom ashtu me Do më thonë, nuk jeni prej atyre qifteve që i planifikoni gjërat, duke nisur nga gjërat e përditshme e deri tek ato madhore që është thjellurit e Në një dytë jena fëmije. ashtu që nuk bojmë plane, sepse thash. Ma shumë ti. Edhe besimi, për një me, në Zot nuk ka mirë me bo plane, se shpeshëm ka ndodhë kur gjo hesh së realizu. Gjithë shka që ka po vjen, po mundohemi me shfrytëzur rastin, po bojna plane gjatë për ditë shmëris, po për gjona shumë të mëdhaja, jo. Për gjona që janë shumë të mëdhaja, jo, se nëse janë shkru vinë, nëse si janë shkru zvinë heq. Shpeshe më thot, mos më premto, mos bo plan tani nuk realizohet plani e po preka. A është e vështirë, Monika, me jetu me të? E vështirë është, po faleminderit ndoshta karakterit tem, si i përshtatëm karakterit saj, edhe finalja është mëngjes e loj. E loj mëngjes është special. 10 minuta, kështë pa e pikapën. Pëm një 15 minuta. Ndërkohë Monika përmendi që në fillim shtypjet e para që i ka pas, kur ju ka pa juve, më intereson të di çfarë keni admiruar ju tek Monika. Thjeshtësia. Edhe jo në atë aspekt, jo se unë jam i Maqedonisë e kjo i Kosovës, kjo emën, unë jo. Unë takimin e parë, që jam prezentu pantullet e punës me peshët tu, ku pas do se me silikonin në kume, edhe kjo ishte ndrejt që ishte bo si qikë, si është gjithë gru perfekte, edhe më pa mu me raqët e punës, tha, shkove shpi, thash, jo, mi thash se pejtova, që ati une kësaj
unë e mendoj edhe tani ma tha edhe ma vonë ma tha, që e thjeshtësia jote tha si nuk u ndreqe, nuk u erdhe me kerin privat për me kerin e punë, se që takimi mendoj se kësa i dha atë... Po, ama të vetën të unë shka pëlqen, jo të ti. Jo, në atë aspekt këti unë normal se thjeshtësia ishte jo që se nuk ishte... Është i pari që ti e thjeshtë dhe nuk e ke problem. Se kjo u lidh me pjeqen se ti nuk më parëgjikove, nuk... Jo, që ajo u konë faktikisht momenti ku më pëlqet, se na dolem si shok me pini kafe, edhe ajo ka ndodhë në Zvicër, dhe kjo erë qashtu me tisha punëtorëve, në 7 mramje, s'ka shku në shpe për shamë. Mas ne e kuptova, ta shpedi burë që e ke bo qëllimisht, pa nejse. Strategji. Strategji edhe seriosisht në pëlqej, se adeni ka pas flok të lidhme, i rishin ka njerë mirë, po, edhe mu do cool, interesant, Zvicër, Gurbet, do këtë hala ma interesant, të shtohet ajo. Po, edhe një rast tjetër, dimuj, po, San Valentin, bëjmë termin me u pa, edhe kjo ma bon të një muaj e gjysë, mos e mjep hapësiri se unë ftofëm shpejt. Mos e mjep hapësiri se unë ftofëm shpejt. Se kuptojsh në qëfar është kjo hapësiri, me i do. A me u koncentru, a me dasht, a mos me dasht, qëfar hapësiri do në tash. Bom termin 14 shkurt. Termin ka bo, takim. Takim. Dej, si thëjnë, edhe unë nuk i shkova, e mbylla telefonin, nuk i shkova, s'qa qëlla telefonin, su përgjera SMS. Do ishe muftof, Monika. Strategjik. Thash ka dale, thash se ka. Thash vetë me vete të shka edhe ma. Mjeshtri. E që ajo ke, unë e mendoj që ajo ke, si kësaj ju dhezën motora. Ju dhezën motora. Se e refuzova, e ignorova. Lëtë folë, se knasë. Jo knasë, me vërtetë, se tani... Dijaf, 3 javë su pam nuk të, kjo ertë ta përshëndes e vlajnë se e mentori shkoj në Amerikë, ndërko që ke migjes me mu komunikonte. Të marrë lajme ku jam. Që ati mendoj se kësaj ja dhash atë fjallën përgjigjën e kësaj, mos me papërsi thash, që apsirën, në bëj blok, që më qëfar apësirën. Dhe, që po Ani natu e po i berin si turte, si po thëmë të une, a vërshë. Pamja gënjen, Monika, pajtome ty. Tani u rikëthi u rikëthi në Zvicër, mas e për cili vlajnë mentoni s'kujnë në Amerikë, edhe një shoku jem, kjo diskoteke ma qënë zonin, e kësaj të kënu, unë tu flet, a e njef, thash, jo se njef, trik e mbylla, kur tani në mëngjes u qove, e njova, i shkrujta, pse më këthirë. Thash, do në ta dishtë të vetëm se, thash, se du shumë. Kë moment më pëlqem shumë. Edhe, qka bona? Bona takim, nuk shkova ta morë. Dusha ta shof këtë karakterin e kësaj ashtë fort, sa durim ka. Nuk shkova ta mori atë ditë, premten, e thira qëtonën, edhe qëtonën si e mora në... Edhe mos e këthejva. Më falë Ylber për pyetjen e sinqert, më falë për pyetjen e sinqert edhe të hapur, me gjithë këtë plan strategjik. Sa lidhje o vllai ke pas ma heret, që ke fitu gjithë këtë përvoj? Se unë kur nuk isha ditë me kriju gjithë këtë plan. 12 vjetë në Itali këmë jetu. 12 vjetë në Itali, me përkthyn lidhje sa i bjen? XXX. Monika dhe shikime. Jo, me unë e di, po kam qef me thonë se kom unë ato probleme. Jo, shef. E rëndësishme, jeta jote ka qenë me përvoja. Ina moshku edhe femër. Po, qeflia është. Zoti ka kriju... Ka qenë, është, ajo është. Në është. përgjithësi mendoj se meshkujt në fillim Monika janë ata të cilët testojnë edhe pse jo ka testuar nëse Monika është karakteri apo persona. Po, veç me testu dush me pas përvoja, Albana. Me testu dush me pas një farë përvoja, dush me një të pak. Më preku në tel, më preku se moshkën me moshkën kuptohet. Shef, une e dusha pa tjetër. Po, me qenë se Monika Saliu, këngëtare, Qika Azizit, krejt diçka tjetër, une krejt një person si për tokë, i thjerë. Unë dishe inferior? Po, normal. Inferior, po. Normal se kjo ishte për mu ishte ondër me pas një grue si Monika. Po, normal tash une i bona ata lidhem ke fjallëve ata testet, ata
Po nuk kanë qenë pa plan. Une e vendosa, qashtu për 14 jo, atë dit i thash dhe vitet morë, shkova të morë, nese kur e morë dhe mo se lishova, se të keva promë. Dashnia e ndjen, ja thonë të bojnë filozof, po të bojnë edhe matematicient, me dit me kalkulu. Shumë i mirë matematikë. Shumë i mirë është e vërtet. Erdi pastaj vajza, jeta juaj vazhdoj me sfida, me suksese, po letë ndojlimi pak të Big Brother. Kush ishte iniciatori që Monika të bëj pjesë e Big Brother, e këti reality show që e sjeli shumë ofër njerëzve verzionin e vërtet të Monikës, për atë sot që ndroj aty, njerëzit e njohën atë që është dashur të njojnë gjithmonë, originalitetin e pa krahasueshëm të Monika Saliut. Faleminderit shumë. Une jom krenar për Monikën, gjdo kush, mas daljes Monikës, gjdo kush si më ka taku, edhe kur e kanë marrë version buri Monikës, komplimenti i parë është, o konë gjithë, wow, se kina njoft, me të vërtet, kjeni grue krenare, Monika, grue vërtet, non, gru, femën, kum pas komplimente. Po të shkon, vjen në kalzën që ka pithojnë. Po jo, e vërtet është unë. Ideja por për futje me Big Brother ishte Ylberit, apo e vetë Monikës, apo erdhe një ftesë dhe kaq? Veç një sen, kjo para se me vazhdu. Që kjo emision, në mal e ndet, tash 2 vjetë, jem konë në emision, kanë qenë tjerë, ndo këtë, po që kjo është ka qenë emisioni, mu vjen mesazhi nga Big Brother, person shumë i njohur. Seriozisht. Monika, jena të dasht me u taku me ty, qështu, në emision. Hajde Tash 2 unë vjetë. edhe sot në do një mesazh. Faleminderit. Jo për Big Brother, po për diçka tjetër të Edhe vjetë jem konë malendet, adin edhe gjithë më kujtohet që mesazhi më ka ardhë qatë ditë. Edhe normal që mas nej, më shkuj këm tregu këti edhe me atë idejen që hej, mos ke shku me fol, ti buri jem, se e ma ke njëllë, se ma pat njëllë. Shko gru, se ti dush me shku në qëto emisione. Kjo është taj që më ka shti. Une, Big Brother Shqip s'kum pa kur. Edhe unë kom dëgju që Ylberi ka qenë një farë iniciatori, po ndoshta ka qenë mbështetës. Iniciator, mbështetës, po se po. Une kum pa vetëm Big Brother numër 2 me Luizi, kur o konë. Që ti më ka detyrë Monika, e këshirim, edhe gjithë ja kum njëllë. A, gru, ti duhet t'ish, pa qedër të teje, ta mamë, thash, ti me karakterin këtonë, vetja t'ish, batuta si i kje, i e pak kështu, po kusht kupton, edhe me qenë se kum pa vetëm Big Brother në Kosovë, në Shqipëri, qatë vite e pash pak Big Brother, edhe non-stop i thosha Monikës jam njëre, tani, kur jerte se mesi, qka ka bo, ka thirë mu, unë tha ti tha, qa ke bo, mos i ke thirë ti rasisht, se une nuk je normal ti qa ke bo, thosh, qa ku bo gru, thosh, të komu s'dje se, trego, tha i ke thirë, thosh, ku moj trego, tha, më kanë thirë, tha, për ke Big Brother me, thosh, jo, po shoqikë, thosh, s'kum thirë, edhe që ati ke, tani... Kena shku bashkë, kena folë për qa për dijone, ma betet ofertat e ku ta dijone, edhe ky, bendosi, ky i tha po. Po unë kisha trem, normal, kisha 18 vjetë, trem burë, se kanë ndryshu gjonat. Ka qenë i vendim shumë i mirë, Monika. Albana e dinte që kur Monika ka dollë prej Big Brother edhe ka shku në shpe, Ylberi s'ja ka qelë derën. Se ke dollë ka qenë. Jo, sa ka s'ka më marrë, Diçka e tjilë. A din pëse? Tash, e din se unë këmë konë me qikën shpi. Ty e gjysë u kona, faktikisht. Nara një e gjysë, unë kjo dull, live edhe qika të flet. Edhe kalzo që unë nervozove, edhe se ke prit edhe kalzo. Po, unë se prit që se të dalu, nervoz, edhe një që kam diçka tjetër me thonë, Ilber, Monika po thot me herët me marë, jo, apo vjen e kush me marë, thash pëse, thash, a i ka 10 bura, a i kini zjetë mu, thash, një e gjysë, a vin na i njo me marë. E kanë thirë në telefoni, kanë thonë, po vjen e kush me marë. Si përfundim me qka shkove, Monika? Edhe, të nesër me ne kom thonë emision, po për një mes sorë, po një trip, hajtë se i ka thonë, hypa jo vjen vetë në taksi. Jo, thash të lutëm, unë e pruna, me të mira, thash ju ma sjellni të shtëpia gruan me të mira. Autista, taksist, taksi, kush ka qenë, që kështu. Po kërësorja, nervoz, se kom dojë. Ashtu tani e kushtova në pëse, se në mes ka qenë dita ime për Një ditë para medalja. më thirin, ja qoj kuferin me rache. Me tesha. Me tesha. Jashtë shaka stivali. E bona një kapim. Jo. Tash, më thirin, bjerë këtë, ka kërkesa Monika, unë kuferin e qoj me teshot edhe nesër me të nëzjerin pa
me qenë se ka pas shumë vota, atë di kështu, si një, po ndodhi. Kujtohet çfarë i the? Jo, zri pa poshtë, edhe kjo zot kjeshe, tash hecmi. Shuj, the mame si dula. Por qafova normal, tash, dhe kjo shuj mame si dula, e kuptova se... Unë jem kohën e lumëtër, e kam pa krejtë. Po tani unë e kuptova, ma mirë me dalë me faqe barë, sa me bo në se atë është edhe mush me shkretu, mush me dhes, po... Besoj që edhe Monika e ka marrë ato se çfarë ka dasht nga ky reality show. Realisht, rrugtimi Monikës është dasht jetë më i gjatë, por kështu kanë rrjedhë gjërat. Monika, lidhja jote me babajnë vazhdon të jetë shumë e fortë, ai kishte sërish një sfidë shëndetësore, i qëndrove plotësisht afër, për çka edhe ke fol publikisht, por unë du me ditë pak më tepër sot si është gjendja e Aziz Saliut. Qysh ka qenë, vitin e kaluar, çto muj, korrigosht, do të thonë po një vjetë, muj me thonë, no zot faleminderit, që shpeshotash. Unë e vjetë në korrig dhe gosht, jem konë katastrofë kesh, me emocione, me kështu personalisht, me gjithë shka, sepse e kapi për me njerë. Edhe u diagnostifiku me Alzheimer, Alzheimer, qysh mi thonë, kush dhe që e mervesh. Dhe unë mendoj që e ka pas në shtatë ma herët, po duke mos ditë, shumë prej doktorave me jau qëllu, e kësaj here kemi me trajtimet, me terapit një doktori që unë shumë jam e kënaqur se për një me ka pas sukses shumë. Edhe nuk është najfar terapie, filozofisë tash hi unë edhe lexoj detajisht krejt çka po them. Një, e dyta është që për një me edhe më ka thonë doktori që ky duhet me ju kriju një rutinë. Edhe unë e kuptoj çfarë do të thonë. Faktikisht ajo shumë i lidh me mua. U kon gjithmonë. Tash 100 fish më shumë. Unë babin e kom si fëmijën e dytë. Tonë ditën e lume jemi bashkë. Edhe ja kom bo që të rutinën me qëndru bashkë, me shëtit bashkë, me hedhë bashkë, kafet e din për me në shku, kera me shku, din kuri, ma një nerën, ku do që jam. Edhe gjithë shka do me thonë, me ta e baj. Nashta kom ta kema, jo është aty. Nashta shkoj dikon që për një me dona me bo një punë me krye, kam me veti. Dhe pesho që kjo rutina ka gja, i ka një mu, se okej terapia, po është edhe mendja, është edhe jeta, janë mas nej që të mardhanje, dashnia, tani kom i kom letëzu, të edhe jesë provu vetë, që do të vetëm me të mirë mi marrë këtat njerët, vetëm i kuptu. Edhe këta njerët e kam pak probleme me shpremendimin, që ajo është problemi të në shoh, sa e do me thonë diqka, abre, qysh më përfoli kështu, vetë me vetë, e thotë, tjetër sen, mërë po du me thonë, adin? është smundje shumë sfiduse dhe fatkecisht numrit prekurve me demenca, me Alzheimer, po rritet për ditë më shumë. Unë e kom vujt, e kom përjetu për më shumë se 10 vite, e kom humbë nanën për shkak të kësaj smundje të tmerrshme dhe të kuptoj plotësisht, në fakt jo vetëm ty, krejt ata që e kalojnë këtë sfidë me prindrit e tyre, tash po i prek edhe më të rinj, të keni kujdes, shumë vigjilencë ndaj tyre, do të kishte qenë shumë më mirë. Shojmë kaq shumë raste dhe është kaq e dhimbshme, sepse po ndodhin, po raportohen për ditë më shumë dhe e di kujdesin emocional, por dhe financiar që ju duhet rasteve, sidomos në faza terminale. Dhe po besoj që ju ndërim, po edhe Monika jeni një shembull, edhe po besoj që përmes kësaj studio jemi të përcjell mesazhe shumë të mira që kur prindrit tanë sfidohen me çfarë do lloji sëmundje, jemi pranë tyre, të kujdesemi ndaj tyre dhe kjo është gjëja që po besoj që secili duhet. Personalisht e kisha planifikuar fare të flisja për këtë gjë, se është plaga ime e madhe, por njerëzit me demencë, me Alzheimer janë njerëz të cilët ka nevojë për shumë kujdes dhe mbi të gjitha shumë dashuri. Por edhe njerëz që sfidohen me ta si puna jote si une, nuk e kena letë heq. Ma vështirë s'ka. Nuk ka ma vështirë. Se... Një sakrifisë shumë e madhe. Nuk ka zgjidhje heq. S'ka zgjidhje, po vetë fakti që për një me jam e fort, edhe du e kom ma shumë se babë, krejt e din që unë e kom ma shumë se babë ata, unë e kom jetë. Edhe kur mos e menoj as... Shëndet dhe shumë vite për Aziz Saliu, ta kalojmë të temë në këtë natë vere, por shpresoj të flasim për gjëra më të bukura si po shkon biznesi, Ylber. Mirë, shumë i kënaqet. Jom kyç shumë mirë, edhe me profesion faktikisht me punën që ka bëj, jom edhe technical
si agent i shiqes për një brand shumë i njoftshëm gjerman, si menaxher i krejt Kosovës, kina edhe 6 brande tjera sina si përfaqësues, vinyl, PVC, linolium, parket, dhe më thonë sa i prek dyshemejes, përgjithësi. Ke provu me qenë edhe menaxheri Monikës, po e di që t'ka qitë prej punës. Mirë, sa mirë ke po. Pse është kritiku më i madh? E vërtet se adin, mi thonë ka bërë vetë jo, po jo, normal që na erë ja japë edhe telefonin, po seriozisht, këto pazaret e thirjet e qapo di, këto kanë qef njerës me folë edhe me mu, e din që unë edhe flasë se kom problem, edhe detalisht ka po do të me folë, po flasë ma mirë, ma letë, se kur mi bëm pyetjet, unë e di që do të mi u përgjigjë, po, rastësisht, na erë ndodhë dhe këto e thirën se kom qitë edhe numrin e ti, për respekt nga bashkëshorti, ka ndodhë që e kanë thirë dhe këto ka njëherë, po prap më ka thirë mu me vetë qka që ishte. Atë kanë dreqat ka prish ma shumë punë, gjatë kohës sa keni bashkëpunu, të kanë dreqat ka prish ma shumë. Edhe nëse ja kom dreq, kësaj definitiv si menaxher une nuk i ka pëlqej. Dhe që kjo është arsyeja që t'ka largu. Aja dhe ftyrën, Sigur nuk i ka pëlqyer ndonjë shifër. Jo, për shifra, për kundra si, që sahi, jo. Unë s'jam shumë që lakmoj, as nuk lypi shumë, as jo, unë friksona, unë kom frikme, unë du me flajt ra. Për ato këto e kena kështu profesional, me shënime, din minëzirë, unë jo. Ku është karriera? Kemi në projekt të ri? Po, 1-2 kongi kom bo, po jo marrë ma shumë edhe unë me biznesin të me qëto që kom njës me bo online, edhe po më pëlqen shumë, pedu, po fitoj edhe si që kështë, edhe jam shumë e lumëtur, edhe jam happy, edhe kom gjetë vetën, edhe ma në fund merë një diçka që nën vedije kom kërku, mu marrë me vetën, me punu me vetën, mu bo shefi vetit, edhe qka do që bëj, ose e fajse vetin, ose e shpërblej vetin. Kështu që 1-2 muje marrë pak me qëta, si kom pas që ashtu pun tash, kismet i kena pak do darsma, kismet ka fundi korikut dhe gushtit, pesho që i kom mungu skenës, s'kom qenë në për shumë emisione, s'kom qenë prezente, 2 kongi kom bo hazër, du mi qitë mas sezonës dasmave, mas ne ka shtatorit të tori, janë ato gjirimet e vitit 3, prap du me bo potpuria dhe me vazhdo qështu. Uroj që shkojmë barë sezona. Po jo, ashtu, nësë jam e flak. Po ashtu edhe biznesi. Unë duat ju falenderoj që ishi sonte bashkë me ne. E zhvilluam një bisedë shumë të këndshme, ju pam edhe në një verzion krejtësisht të tjetër, po them, me të sinqert, duke parë edhe nga afër, duke njohur edhe historinë tuaj të njohjes. Faleminderit shumë për ftesën, si gjithmonë, kemi nderin që na ftoni dhe vim. Unë e bona pak hajgare, se shumë kom qef me dalë me burin në televizor, bile ka pas komente qa pe merë, kush është taj, adin ka, pa lidhje. Nese, po, shumica na kanë pëlqyer gjithmonë, edhe unë e di që këta e njohin si të shojnë, të kom pa në televizion me Monikën, jemi pse jo, shembull, ka nevoj, edhe rinia me pa njerëz normal, me kom për tokë, as si na të fantazu, as nuk është diçka që është, wow, jo reale, jemi njerëz të prekshëm, perfekt, s'ka. Faleminderit dhe këtë që kisha me thonë në fund është ruajeni këtë originalitet që ju karakterizon. Gjithashtu, faleminderit. Dhe dua ta mbyllim këtë pjesë me një vallëzim nga ju. Për me, hajde bu. Hajde ma.